Ludo Le ka folur për reagimin e tij pasi u shpall finalisti i tretë i Big Brother VIP Kosova 4. Ndonë se nuk e priste, ai bëri një reagim me plot nervoz që mori gjithë vëmendjen. Në ato momente u krijua edhe një situatë me Alaudin Hamitin, ku ky i fundit e mbrojti për të mos u larguar nga skena. Moderatori sqaroi edhe prapas skenat e kësaj dhe pse e bëri një veprim të tillë. Ndoshta pak u nguta, por prisja që të jem në finale në mesin e dy personave edhe ndoshta reagova, edhe pse e kam parë veten fitues ja uroj Londrimit fitoren, e ka merituar. Reagimi im ishte pak i ashpër, por kjo ke një pjesë e realitetit tem, edhe pse në rrjetet sociale pash shumë se si kanë reaguar njerëzit, u shpreh ai. Alaudini theksoi, unë të kapa se thash mos vazhdo andej, se ka qenë një vijë holl dhe do të lëndoheshe. Sido që të jetë, Ludo tha se është i lumtur për gjithë rrugëtimin e tij në këtë format. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.